Kur ti mshelesh me bëu gjuna, çka bën Allahu? Thot, ti vazhdon të rahmet e zemrës. Ti jep ushqim, ti jep pije, të arun qetësie. Kur kush të përzihet, vazhdon me t'i dhënë nimetet, do të bën gjuna, hajde. Edhe në fund çka thot, e fela yetubuna ila Allah, as po pendohesh te Allahu? Këta kush ta bën ti? Kush ta bën ti me thon, sot dush gabon ndaj meje, banëm zullum, në përkambëm, shkelëm, se në fund kitë halal i kipi muhe. E para prej tëre, Allahu i do ata që ka pendohen. E për mi dash ata që ka pendohen, duhet me bëj gjunahe, se për mi dash penduarin, a i qish mu pendu pa gjuna? Duhet me bëj gjuna që mu penduhe. Deri sa thot, qatë shumë e don pendimin, deri sa gëzohet. Gëzohet Allahu Gjellu Ala. Gëzohet. A disa gëzohet? Jo e dini se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam neve na i bie do shembuj ato jo që janë në realitet hak qatë shumë, pa ata edhe ma manalt. Allahu Gjellu Ala shembulli më i lartë. Mirë, për neve me kuptu që ka thonë? Ka thonë Allahu, lallahu, kështu e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lallahu, ka thonë vërtet Allahu gëzohet me pendimin e njanit për juve. Sikur shembulli atij i cili ka mbet me devën e ti, ku e ka ushqimin, pijen e ti dhe valigjet e ti, tjetës. Edhe bje me flet dhe i hik devja. Qa i hik? I hik jeta. Mit diskretire, s'ka. Pa buk, pa uj. Vdekja sigurt. Para mendoje, tu ushtri me vdek, do më thonë me hum shpresën për jetë. Para mendone, nëse s'muni me para mendu këta, para mendone tu gjit njeri në deti, me vdek. S'ka kur kush mid disë natës, errësira e nalt, edhe ti e tu gjit mid disë detit dhe çfarë kërkesë kije me të pështu dikush. Po me bëhu me të pështu dikush, sa gëzohesh? Pa fund gëzohesh. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu gëzohet ala më shumë kur njëri prej juve pi gjunohet pendohet. Kjo është prej urtësive të para. Domethënë Allahu Gjellu Ala na i ka caktuar gjunohin që të gëzohet kur pendohemi. Gëzohet kur pendohet Allahu te bareke ve teala. Edhe kur të pendohesh dush me ndjek këta. Allahu është të gëzutash. Allahu është të gëzuar se unë e bëna një gjuna, po tash jam të penduar, ai është të gëzuar. Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, çaj gëzimi i Zotit, nëse për një është tobja e sakt, çaj gëzimi i Zotit i shef gjurmët të pendimi robit. Qysh e përmend ma vonë se e ndjen njeriu kur ban tobe një gëzim që i thot më kanë të fluturoj. Për gëzimit madh, mas gjunajt. Jo mas gjunajt, mas tobës. Gjunaj ja them të gjitha krenarit, pastaj tobja e fladit me një fladitje, e kjo është kjo fladitje për çka është prej gjurmëve të gëzimit të Allahut. Allahu kur gëzohet me një rob, ja shijon edhe atij këtë kratësi. E Allahu Gjellu Ala e ka bo këta prej gjunahit. Mësë më konë gjunahit, kitë këto procese s'kanë mundësi më bo. Kjo e para. E dyta, thot, se Allahu te bareke ve teala për shkak se e don taubën e ka caktu gjunahin. I thojnë kësaj mesele e sebeb u el musebbeb. Për mu djeg diçka duhet me pas zjarë. Për me ujit diçka dhe me lag duhet me pas uj. Për me therr diçka duhet me pas thik. I thojnë kësaj mesele e sebeb u el musebbeb. Për me e bo lagshtin, djegjen, flakrimin, duhet sebepi. Mirë. Çfarë sebepi duhet që Allahu mu gëzue? Çfarë sebepi duhet? Duhet taubja. Po taubja, çfarë sebepi ti duhet? I duhet gjunahi. Janë të rënditura. Thot për shkak se Allahu e don këta, e ka caktuar. Ban gjuna, vjen taubja, e mas taubës unë e gëzona. Dhe bërë Allahu Gjellu Ala nuk e ka caktuar rastësisht gjunahin. Kjo e para. E dyta. E treta, thot se Allahu Gjellu Ala yuhibbu an yatafaddala alejhim wa yutimma alejhim ni'amahu wa yurihim mawaqi'a birrihi wa karamihi. Thot, Allahu për e cilësive të ti e ka se don mja u përmen në robëve nimetet, don mja u zgjeru nimetet, don mja u ka dhu se unë jam më i miri te bareke wa teala. Këta që që ban? Kur njeri ban gjuna, Allahu Gjellu Ala thot, ban, s'ka problem, prap unë të pranoj. Ban gjuna, unë e prap pranoj. Kjo shka është? Ban zullum, unë e prap pranoj.
Ti çka ndjen këtë rast kur ai thot, a e di se çto mimia, me miliona gjuna që e ke bë, s'ka problem. Këtëm do t'i pranu, ja do t'i fal, hin xhennet. Sa e do ti Allahu në këtë rast? Nuk paramendohet. Sa e do njëri kur dikush pi njerëzve, krijes me krijes, ka bo gabim. Edhe i thot tamam, halal e kije. Çka ndjen ai tjetri? Shkrihet. Kur ti i bo gabim dikujna, fëmijë prind, bashkëshort me bashkëshorte, ekso me radhë, mik me mik, vlla me vlla, kur i gabon diçka, i gaburan. Sa e ndjen i vrami, familja të vramit, kur t'ja fale? Sa e ndjen? Kush është në këtë rast i madhi? Kish ka ja fal. Të fal te ki. Në këtë rast ki i fal ti ndjejet i vogël dhe këtë çka ja ka fale shef të madh. Allahu xhallahu ala për me tregu që ta ja ka caktu birit Ademit gjunahin. Për me ka du si unë jam më i madhi. Ban sa du gjunahe. Dhe Ibn Qayyim ka përmend se prej rahmetit të Allahu xhallahu ala është se Allahu ja ka zgjeru njerit atmosferën për me bë gjuna. Kur ti mshelësh me bë gjuna, çka bën Allahu? Thot, ti vazhdon të rahmet e zemrës. Ti jep ushqim, ti jep pije, të arun qetësije. Kur kush të përzihet, vazhdon me t'i dhamë një metë, të banë gjuna, hajde. Edhe në fund që ka thot, e fela yetubuna ila Allah, as po pëndohesh të Allah, këta kush t'a banë tije? Kush t'a banë ti me thonë, sot dush gabon ndaj meje, banëm zullum, në përkambëm, shkelëm, se në fund kitë halal i kipi muhe. Kjo janë dëvesh dhe një, këta, ka njerëzi, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po prapë se prapë, gjithë ajo mëshirë e pejgamberit është një grimc për grimcave të mëshirës Allahu xhallahu ala. Ata thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje, Allahu te bareke ve teala e don me ja përmend robit se unë jam i madhi, unë fali dhe mëshira ime është shumë e madhe. Për me përmend që ta duhet me ekzistu gjunahi. A e kuptuat pse bojna gjunahe? Për këtë arsye bojna na gjunahe. Mirë po Ibn Qayyim el-Jauziyje do ta përmend edhe më vonë se kjo vlen vetëm për ata që pendohen. Kjo vlen vetëm për ata që pendohen. Ata që spendohen shkatrohen. Ata që spendohen shkatrohen. Mirë po ai që pendohet për gjunahit. Derisa Imam Nevawiu ka thënë njeriu të mundet më ndodh 100 herë në ditë me bëni gjuna edhe me 100 tobe edhe 100 herë ka gëzuar Allahu xhallahu ala. A shejtani çka tenton me thënë 100 gjuna e ke sot. As të vend marrë pe Allahu xhallahu ala. Edhe shpesh herë shejtani neve kur bëjna gjuna, gjënjani bën gjuna. Gjënjani, si ta ndjesh dikan që do më të ushtir, sa ai s'bën gjuna dije se ka iblisizëm. Si doje ai me të kallëzue përsi, dhe ti se je më i ulët se ai, dije se ai ka problem me vetën, jo ti me ta. Kjo është rregull tek neve, rregull. Këtë bojnë gjuna. Këtë. Nuk u bën me ndje se ti apo nuk bën me ju bë isharet të tjera, unë s'baj gjuna. Ju e keni hangër. Ju jeni ato gjunaqart, ato shka bani gjuna Allahu xhelas juve në marrë kështu me radhë, edhe unë nuk jam prej asaj kategorie, kështu nuk bën me leju njerëz me menu për neve. Jo. Bashkë na bëjmë gjunahe. Po çka thojna? Elhamdulillah që Allahu xhallahu ala i ka perdët e mloja, mbulesat e mloja. Edhe rinë rahat me njëri tjetrin, se për ndryshe me ba Allahu me i gris perdët, asnjëri me një nuk buzëqeshet. Kështu ka thonë ki hoxha i madh dhe kolos i dijes Ibn Qayyim el-Jauziyje.